Përshëndetje. Shoqëria jonë ka një talent të çuditshëm, të shohë një njeri që po mbytet dhe e quajnë të dobët, në vend që ta pyes pse ran ujë. Kjo është mënyra si flasim për varësinë. Pse nuk e lë? Pse e shkatron veten? Është ves. Nuk e karakter. Nuk do të ndryshosh kur. Dhe ja ku mbaron analiza jonë madhështore. Tek turpi dhe moralizimi. Gabon Mete, në librin e tij Miti Normales, e thot qartë. Varësia nuk është një zgjidhje e lirë për të bërë keq. Varësia është një përpjekje për të mos ndjerë dhimbjen. Dhe kjo e ndryshon gjithçka. Pyetja e gabuar. Kur shohim dikë të varur, ne zakonisht bëjmë pyetjen më të varfër psikologjikisht. Pse po e bën këtë? Mete sugjeron një pyetje tjetër, më të saktë, më humane, më reale. Çfarë po përpiqesh të lehtësosh? Sepse askush nuk bëhet i varur nga lumturia. Askush nuk pi nga gëzimi i pastër. Askush nuk futet në drogë sepse jeta po i shkon për mrekulli. Askush nuk zhytet në bixhoz sepse ndihet i plot. Varësia është përgjigje, jo shkaku. Varësia si anestetik emocional. Në thelb varësia është një formë anestetiku dhe nuk është ndryshe nga një pacient që merr morfin pas operacionit. Vetëm se operacioni këtu është shpirtëror. Një njeri që pi shumë nuk po kërkon alkoolin. Ai po kërkon pushim nga mendja e tij. Një njeri që përdor drogë nuk po kërkon heroinën. Ai po kërkon një minutë pa ankth. Një njeri që ri 8 orë në TikTok nuk po kërkon video. Ai po kërkon të mos jetë vetëm me veten. Varësia shpesh një përpjekje për të thënë, nuk dua të ndjej këtë që po ndjej. Dhe kjo është shumë e thellë se vesi. Trauma rënj që nuk duken. Mete është brutal në një mënyrë të butë. Ai e lidh varësinë pothuajse gjithmonë me traumën. Jo trauma si diçka dramatike që ndodhi, por trauma si mungesë e sigurt emocionale, turp i hershëm, braktisje, ftohtësi prindërore, stres kronik në fëmijëri, ndjenjë se nuk je i mjaftueshëm. Ai thot një fjali që duhet të shkruhet në çdo klinik. Trauma nuk është ajo që të ndodhi. Trauma është ajo që mbeti brenda teje. Dhe ajo që mbetet brenda kërkon rrugdalje. Disa njerëz qajnë, disa flasin, disa kërkojnë terapi. Të tjerë mpihen. Varësia është një strategji mbijetese. Këtu është e vërteta që njerëzit nuk duan ta dëgjojnë. Varësia nuk filloi si vetë shkatërrim, filloi si vetë mbrojtje. Në fillim ajo ndihmon. Alkooli të qetëson. Droga të jep një ndjetësi ngrohtësie. Bixhozi të jep kontroll. Ushqimi të jep ngushëllim. Seksi të jep lidhje. Ekrani të jep paratisje. Varësia është një mënyrë për të mbijetuar emocionalisht kur nuk ke mjete të tjera. Problemi është se ajo që fillon si ilaç përfundon si burg. Kur substanca nuk është substancë. Një nga pikat më interesante që i ndrituri Mete na thot është se varësia nuk është vetëm për drogën apo alkoolin. Njerëzit bëhen të varur edhe nga puna, nga adrenalina, nga marrëdhënie toksike, nga pornografia, nga rrjetet sociale, nga ushqimi, nga kontrolli, sepse objekti ndryshon, por mekanizmi është i njëjtë. Aratisje nga vetja. Dhe kjo është arsyeja pse shumë njerëz e lën drogën, por gjejnë një tjetër varësi, sepse nuk kanë shëruar plagën, kanë ndryshuar vetëm anestetikun. Pse turpi e forcon varësinë? Shoqëria e trajton të varurin me turp. Je i dobët, je i ndyrë, je i shkatëruar, je i prishur, por turpi nuk shëron askënd. Turpi është benzin për varësinë, sepse varësia ushqehet me këtë cikël.
me dhimbje, me përdorim, me turp, me shumë dhimbje, më shumë përdorim. Kur njeri ndihet i pavlerë, ai nuk zgjedh shëndetin, ai zgjedh mpirjen. Varësia nuk është problem morali, është problem lidhjeje. Një nga idetë më të forta është kjo: e kundërta e varësisë nuk është të bëhesh esëll, është lidhja. Njerëzit nuk shërohen thjesht duke hequr substancën, shërohen duke gjetur një arsye për të jetuar pa të. Shërohen kur ndihen të parë, kur ndihen të pranuar, kur ndihen të sigurt. Varësia është shpesh simptom e një jete pa lidhje të vërtetë. Shoqëria jonë është fabrik varësish. Tek libri Miti Normales thuhet hapur: ne jetojmë në një shoqëri që prodhon ankth, izolim, stres dhe boshllëk, pastaj habitesh, pse njerëzit bëhen të varur. Normalia jon është punë pa kuptim, presion pa sukses, rrjete sociale që krijojnë krahasime, mungesë komuniteti, vetmi moderne, fëmijëri të mbushura me mungesë pranie. Dhe pastaj themi, si përfundoi kështu? Si të mos përfundonte? Dhe shërimi nuk është ndëshkim, është kuptim. Nëse varësia është përpjekje për lehtësim, atëherë shërimi nuk është luftë kundër personit. Shërimi është kthim te personi. Jo vetëm hiq substancën, por kuptoj dhimbjen, gjej rrënjen, rindërto lidhjen, mëso të ndjesh pa u shkatëruar. Një njeri nuk ka nevojë të dëgjoj vetëm lëre. Ka nevojë të dëgjoj e kuptoj pse e nisi. Çfarë do të thotë shërim real? Shërimi nuk është të mos e përdorësh më. Shërimi është të mos kesh më nevojë të ikësh nga vetja, të jesh në gjendje të ndjesh trishtim pa u shembur, të përballosh ankthin pa mpirje, të jetosh i vetëm pa panik, të jetosh pa anestetik. Dhe kjo kërkon kohë, kërkon mbështetje, kërkon marrëdhënie të sigurt. Varësia është një sëmundje e izolimit. Shërimi është rikthim në lidhje. Dhe si përfundim do të thosha se varësia nuk është vesë. Është një mënyrë e dëshpëruar për të gjetur paqe, qoftë edhe për 5 minuta. Ja derisa të kuptojmë këtë, do të vazhdojmë të luftojmë simptomën dhe të injorojmë plagën. Njeriu i varur nuk ka nevojë për gjykim. Ka nevojë për kuptim, ka nevojë për lidhje, ka nevojë për shërim, sepse askush nuk bëhet i varur nga lumturia. Varësia është një thirrje. Ndihmom se kam dhimbje. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të parë videot që ja thërr pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshim.